vendimet për ta mbajtur foshnjën gjë është vendimi më i mirë që një nan mundet me bën në jetën e saj. Po flas për krejt ato nana që kanë mundësi shëndetësore me ushqyer një foshnjë me gjë. Por edhe metodat e gjithëdhënies janë goxha të rëndësishme për mënyrën se si fëmija ushqehet foshnja. Cilat metoda të gjithëdhënies i rekomandon më shumë? Atë të shtrirë, atë të ulur, cilat janë ato që ti mendon që janë më të rekomandueshme, më të mira për të dyja, edhe nanën edhe foshnjën? Po, janë disa pozita që merren kur fillon fëmiun me shtin gjë. Unë e kam thënë edhe në librin tim, nëse keni menduar ndonjëherë çka do të bani mas mirti për foshnjën e juve, është gjithëdhënia, do të thonë jepni gjë. Për mua është ai akt i dhënies gjinit është si shajt. Ti po e rrit një qendje me trupin ton, sepse është absolutisht e shajt. Janë disa pozicione. Pozicioni ulën është më i miri se ki kontroll ti edhe beba. Do të thonë, qitet në mënyrë vertikale, barku i bebës duhet me prekën bark ton, edhe një dorë gjithmonë e lirë që me qenë, ose i pihet ujë nanës o diçka. Kështu që pozicioni janë shumë, nëse nana ka sekt që s'mundet me u qumë me ullë, atëherë është shtrirja, por gjithmonë pa e mbulu fëmin, pa, do me thënë, me qenë pak ma jo i ngratë, me di që veç po ushqehet. Sa nuk dhëtë me mbulu? Sepse temperatura e përgjum bebën. Thithja e lodh, kështu që duhet me qenë pa mbulis, me ato tesha që i ka, por jo. Nëse beba është e përgjumun, duhet me zdath, apo me një pamuk diçka me prek rreth veshve, mandej ai zgjohet edhe pin derisa të kopet. Pin mandej vazhdon gjithëdhënia. Nëse nana nuk pozicionohet mirë edhe beba nuk e ka krejt araollën e majës gjinit, absolutisht s'ka me qenë procesi mirëfillt. S'ka me qenë i suksesshëm gjithëdhënia, sepse beba gjithmonë e ka indikacion ku të kapët që aty mendon që është gjini ku ka me ushqy. Por duhet me tërhjek për i gjini, po këtu në goj, me gishtin tonë, ajo mande e lëshon gjinin. Provon e 2-3 herë, mustuni që, më dhimbje dhe e lash. Procesi i cili nuk fiksohet beba dhe pozicioni, nana është gjithënse e pas suksesshme. Prandaj edhe krijuan ato infeksionet, ato lëndimet e majave të gjinjeve, sepse nuk është një pozicion i dur dhe aty ndodh komplet lëndimi pastaj. Absolutisht. Për atë është shumë e rëndësishme ku kam punuar ne 5 javë e para. 5 javë e para janë shumë të rëndësishme. Sepse aty veç e qetë bebën, qka ka me bot tutje.